Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, përshëndetje. Jemi me emisionin ton të radhës, ku sot do t'ju prezantojmë një tjetër intervistë. Kemi të ftuar Adnan Merovcin, sekretarin dhe bashkëpunëtorin e ngushtë të presidentit tashmë të ndjer Ibrahim Rugova. Do të flasim pak në lidhje me presidentin dhe sigurisht edhe me disa botime që zoti Merovci i ka promovuar këtu në qytetin e Tetovës. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni sot këtu me ne. Përshëndetje Blerona, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju që jeni sot me ne. Do të flasim në vazhdim për librat më gjerësisht, megjithatë do doja që ta nisim me atë se si ka filluar rrugtimi juaj me zotin Rugova, apo miqësia juaj, nëse mund ta themi kështu. Po, tani në rrethanat e asaj kohe, fjala vjen fund vitit 1989, fillim vitit 1990, u bën thyrje të mëdha në Kosovë, do të thonë siç mund të jeni ndjeni, do të thonë ajo autonomi që i përkiste Kosovës në kuadër të Jugosllavisë dhe Serbisë u abrogua me tankse, me dhunë, kështu që shqiptarët mbetën, si me thonën, të vetë organizohen dhe karshi asaj hegemonie serbe që pretendon të krejt Jugoslavinë me glavru me dhunë, shqiptarët u homogenizuan dhe u organizuan siç e dini edhe me erërat demokratike të pluralitetit ku formu Lidhja Demokratike e Kosovës. Ibrahim Rugovën në kom njoftë edhe më parë si intelektual, si shkrimtar, ka qenë i adhuruar për brezit tim edhe për i qarkut ku kam ndajtu në me student. Ku kam qenë, unë jam student që kam diplomu në vitin 1981 që i bie se ato demonstrata e protesta gjithë popullore i kam përjetuar dhe kemi pas një simpati të veçantë ndaj Ibrahim Rugovës si një zë pak më ndryshe, një zë modern, një njeri propërëndimor dhe kur filloi organizimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës në fillet e saja, unë kam pas Rugovën edhe kujshi në banes, kemi banu afër dhe kam njoftë edhe fizikisht edhe si njerëz jemi takue gati në baza ditore dhe unë kam qenë bursist i Bankës Bashkuar të Kosovës dhe kam punuar aty 10 vite në bankë si inxhinier i diplomuar i elektroteknikës dhe edhe duke punuar kam qenë afër si veprimtar afër Rugovës në shoqatën e shkrimtarëve, fillova me shkum ju gjend aty dhe unë duke mos qenë shkrimtar, por një veprimtar afër tij dhe pastaj unë humba dhe punën që kisha në atë valën e gjithë që i largonin nga puna dhe pastaj vendosa që t'jem në përkujdesje të presidentit Rugova. Në fakt, në fillim ka qenë çdo gjë në bazë vullnetare, do të thonë një angazhim, një vetë angazhim. Pastaj unë kam pasë Rugovës i duhem t'i ri afër për përkujdesje ndaj tij. Unë nuk kam pas pretendime partijake, le të them që të hyjnë ato ingranazhat e partisë në funksione ku ta diun, por kam ndajt në këto punë të fillimisht, do të thonë edhe punë më të thjeshta, siç është vozitja, siç është le të themi edhe pak roli i sigurisë, edhe për aq sa ka qenë. Kështu që kam qenë ndër njerëzit e parë që për këtë jam kujdes, pastaj kam formu ekipin tim, kam formu njerëz për protokoll dhe siguri në kuadër të shoqatës së shkrimtarëve dhe i kam organizuar dhe jam njeri i vetë angazhuar, i njohur, do të thonë. Rugova ka njoftë punën time dhe pak a shumë këtu daton në përgjithësi filli duke u rrit aktiviteti Rugovës, është rrit figura e tij, pastaj janë rrit edhe kurreshtjet për njeriu që po i rri afër. Dikun me vitet e para kam vozitur me makinën time dhe tash nuk është për të thënë, po meqenëse po flasim edhe me shpenzimet mia se çdo gjë ka qenë në bazë volontere dhe ka pas kurreshtje kush është ky djalë, kush e solli, çka e ka. Në fakt nuk më ka zgjedhur as Ibrahim Rugova, askush nuk ka intervenuar që të jem aty. Është një vetë angazhim i im, Rugova ka njoftë punën time dhe deri në kohën e pas luftës jam njeri që në momentet më të vështira kam ndajt afër, edhe në kohën e luftës dhe rrëmbimit të tij, pengmarrjes kam qenë vetëm i bashkëpunëtor. Pastaj ka qenë ai takimi i famshëm me Miloševićit, kemi shku në Itali pas lufte. Unë kam ndajtën deri në mars të vitit 2000, ku pastaj kom kthy jetës sime, profesionit tim dhe jam angazhuar në për
pozitat ndryshme, pas Telekomin e Kosovës, pastaj kam qenë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për herë të parë kur i kanë organizuar vendor, pasaj prap kam qenë Telekom dhe kam përfunduar 2 mandate në Komisionin e Pavarur për Media, që është një institucion shtetëror dhe është i pavarur, parlamenti më ka zgjedh. Aktualisht jam ligjërues të fakultetin UBT, kam dhe një emision kështu dokumentar fakte në KTV në Prishtinë. E humbët një punë, megjithatë u hapën shumë dyer tjera, krah Rugovës. Ne nga ajo që kemi njohur si figurë publike e Rugovës, çfarë njeriu ishte Rugova krahas asaj që shfaqej në media, në video, në foto që ne gjithë e shikonim? Po, si që thash edhe në promovim dhe si që u prezentu figura ati me këtë rast, Rugova ka qenë kështu si njeri në pamje i brisht, ka qenë, nëse mund të thuhet edhe shëndetlik, pa ka qenë vital, por ka pas një imazh të veçantë, ka qenë me do flok gjata, ka mbajt shallin e tij. Po, që e karakterizon. E karakterizon jashtëzakonisht dhe ka një domethënie dhe përshkrim, një simbolik ky shalli i tij që do t'ju them, pastaj se njerëzit janë kurreshtar për te. Dhe një njeri i heshtun, por shumë i sakt, një njeri që nuk manifeston kurreshtje të madhe, por i sheh të gjitha, një njeri pa fjalë, një njeri me një rrezatim njerëzor deri në dimensione profetike, një njeri që të ka bo me undi i mirë, dhe një njeri me një projekt politik shumë koherent, të pranueshëm në botë, dhe në bërthame ka pas humanitetin, që ka qenë rruga paqësore, në një kohë shumë të vështirë, kur ai ka vepruar me të vërtetë, kjo e karakterizon shumë. Si person, si njeri, ka qenë i mrekullueshëm, njeri shumë i dashton, njeri që të ka bo për veti, të ka mësu një remnin, mo kurs të ka arru dhe të ka dritu në emën, të ka pyet për familje dhe fëmit, çdo herë t'i ka mbajt mend, takimin mas sa vite t'i ka përmend, ka pasur një kujtesë, do me thonë të tmerrshme. Ka qenë njeri që ka mbajt mend shumë detaje, shpesh herë do me thonë, unë edhe pse kem pas një dallim në mosh, unë si mbaja mend gjanat, ai më rikujton të është i veçantë. Si u kujtoni periudhën kur Kosova ishte në prag lufte dhe presidenti Rugova mundohej që të zgjidhte gjithçka në mënyrë paqësore? Tani kjo kanosja për luftë ka qenë, ju e dini se në fillim vitet e 90-ta, kur u abrogua autonomia, u imponuan të gjitha institucionet sërbe me dhunë, do me thonë ishte një hegemoni dhe ishte një pushtim total gjitha institucione, u largun shqiptarët nga puna, nga shkollimi, nga shëndetësia, mbetën fjala vjen motivi dhe arsyeja për luftë edhe luftë. Tani se kjo fjala luftë armatosën nuk kupton armë të dy anët. Shqiptarët kanë qenë duartat. Shqiptarët e kanë pasur vetëm të drejtën në anën e tyre. Dhe është pa se fuqia ekziston dhe qëndron në të drejtën, jo në tankse dhe armatim. Dhe Rugova është njeriu që meritat i ka më të mëdha, që nuk e përkrahi apo nuk e afirmoi një revolt popullore, le të themi dhunshme, ku kishin me pësuar shqiptarët. Mos të harrojmë, pastaj u shpërnda lufta gjithandej fillimisht në Sloveni pak, Kroaci dhe në Bosnë. Në momentin kur po flasim të evidentuar ajo mbi 250.000 njerëz të vrarë në Bosnë vetë. Dhe merre me mend çka kishte më ndodhur me shqiptarët, që i bie se mekanizmat ndërkombëtar për të ndërhyrë janë të ngadalshëm. Dhe në atë kohë, domethënë, nëse dikush ka merita për kursimin e 500.000 njerëzve, ndoshta 1 milion të ikurve dhe të shpërndarëve, sot Kosova kishte një park nacional pa njerëz. Dhe këto merita i atribuon politikës tij. Domethënë, edhe pse ka pas zëra, ka pas kërkesa, ka pas synime të disa grupeve, edhe adretare, le të themi, megjithatë Rugova ka arritë që këtë ta ngjizë në popull dhe për këtë ka pas edhe përkrohje në perëndimit paraprirë prej amerikanëve që çdo herë i kanë ndajt afër në diskursin e tij, domethënë, dhe definitivisht unë mendoj se ky është margaritari më i madh i shekullit për shqiptar që e ka rruar që janë njerëzore. Kjo duhet të atribuohet
Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugovës. Si ishte qasja e Rugovës karshi bashkëpunëtorëve të tij në kohë të asaj krize të madhe? Rugova ka qenë njeri që s'ka imponu asgjë. Rugova kur s'ka pas kërkesa. Rugova kur s'ka bo tendenca kontrolluese. Rugova i ka lënë gjëra të rrjedhin, por ka kriju sistem të vetë kontrollit. Do me thonë, Rugovën nuk ke mujt, do me thonë edhe me pretendue, mundësit i ke pas, letë themin thojza me tradhtue, në kuptimin e thjesht kësaj fjale, por ora e ti, sjellja e ti, ty të ka bo me ndryshue. Ka pas jashtëzakonisht veti të mira ndërnjerëzore. Do me thonë, unë shpesher e them, është pak brutale, po e them, edhe një atentator i paguar për ta zgjasuar atë, nëse kisha rrit 2 minuta para aktit me u taku me Rugovën, kishte hjek dorë. Sepse kjo është në rrezatim të njeriut. Këtë ky ka manifestuar edhe me bashkëpunëtorët e tij. Rugova ka njoft punën. Ai ka hecë përpara, ai ka ditë që mekanizëm për mi detyru njerëz për me bëu diçka nuk ka. Ai shpesh herë thonte, unë e kam popullin që më beson edhe e kam Adnanin për ndonjë gjatë tjetër që më duhet. Shpesher më bënte të skuqem këtë aspekt. Por shpesher thonte edhe kur t'ja bëj Adnanit 2 pushk, flasim ndryshe. Me simbolika ka folë shumë. 2 pushk do të thotë shteti, ushtria, qeveria. Adnanit se Adnani po mirët me çështje le të themi praktike, teknike e jo me politikë, siç u mirshin të tjerët. E more një shembull atentati, megjithatë në raste të sfidave apo rreziqeve të ndryshme që presidenti mund ballafaqojë, si menaxhoni ju si bashkëpunëtor? Shive tani, nëse se lëndojmë modestin, ju para vete keni njeriun që ka qenë përgjithës për sigurinë e tij. Dhe unë e pror nuk kam pas, e pror im ka qenë Ibrahim Rugova, nëse mund të thuhet, por ai nuk ka manifestue urdhra, ai mi kalon mu punë. Domethënë mbi mu ka qenë veç Zoti, që na ka ruar, na ka shpëtu. Dhe prej njerëzve kam qenë unë në pullaz të këtyre, le të themi, shërbimeve që po e quj siguri dhe protokoll, mbarvajtje në përgjithësi. Domethënë prej rregullimit zyrës të parë, televizorit, një videoje, një karrike ma këndejt, sjellën edhe nga shtëpia ime, edhe me kontributet njerëzve, deri në palatin ku pastaj ka banue në Velani, krejt çdo gjë ka shku përmes meje, edhe shtëpin ku ka banue kam gjetur, unë kam kontraktu, domethënë mosh besu një punë e jashtëzakonshme. Dhe çështja e sigurisë ti ka qenë preokupimi ime, unë kam punu të iku përgjithësisë, jo për të bëj të mos ndodhshme të keqen. Sepse për të ikë përgjithësisë ti mund të bëjsh gabimet mëdha dhe thu unë valla e kam bot, jo unë. Por një gjë e kam pas, dhe këte e din edhe njerëz të bashkëpunëtorët e mi që i kam pas, edhe antarët e bashkëpunëtorët e Rugovës, që unë nuk kam lejue të më infiltrohet ose të më thojza, si thojnë shqiptar, që të më përzihet dikush në punën time. Sepse vetëm në atë mënyrë unë kam marrë përgjegjësitë. Tani ndihem mirë këtu sot para juve, edhe para opinionit, tetovar që i du shumë dhe kam meq këtu dhe që kam një emocion të veçantë për tetovën dhe mund të shpalosim ma vonë arsyen, do me thonën që në 10 vitet e para luftës, Ibrahim Rugovës e keqja nuk i ka ndodhur. Në sajet Zotit dhe për kujdesit, tani prapë, se me këtë fjallë modesti më së të lodhe shumë, por edhe në sajet të gatishmërisë ime. Unë edhe 10 vite s'kam pa familjen time, bashkëshortën dhe fëmijët, nuk kam pa shoqërinë time, kam qenë i dedikuar për Ibrahim Rugova. Të ndalemi tek një tjetër pyetje, do doja të ndash me ne ndonjë ngjarje interesante që publiku nuk e di, por që domethënë lidhet me Rugovën. Që ty të ka bërë përshtypje? Po tani ka gjana të pakëndshme, ka gjëra edhe të këndshme. Fjala vjen, okej, po e tregoj një që e kam thonë publik, po edhe një që ekskluzive për ne. Është mirë për televizionin Koha. Fjala vjen ditën e zgjedhjeve me 24 maj 1992. Kam shkuar me ekipin tim për ta marrë Rugovën në banesën e tij në Lakrisht, për ta çuar në vend votim ku mbajtën zgjedhjet e para presidenciale dhe parlamentare, ku Rugova u zgjodh president. Dhe duke u kthye, aty kem pas një sulm, një atak,
një tentim vrasje Rrugovës prej komshive të tij prej katëve sipër, në hyrje kur kemi ardhur, na kanë ngjuar me një kavanoz, me një tegël të madhe, dikun, sa me thonë 12-13 kilogram, që në momentin kur ka rajnë tokë gjysmetri para neve, se ka qenë Rrugova dhe unë paralel duke ecur me ekipin tim të sigurisë, ai ka qenë një moment jashtëzakonshëm dhe mënyra qysh se aty ka vepru tash edhe instikti, bile Rrugova shpesh thotë unë më nxor isha prej Adnanit se prej asaj që ka ndodhi, sepse unë kam reagu shumë dhe si duket ta i kishtë thonë mizve si Adnani desh me thejesh në të që kam kap kështu për ta mbrojtur. Për ta mbrojtur, edhe ky ka qenë një moment i rond, edhe është fillestar. Kemi pas rastet të ndalesa me policë, edhe rrugës, po edhe në kufi kur vinim, se gjithëherë kemi arë rrugtimet i ka boa i në pe aeroportit të Shkupit dhe të Tiranës. Por çdo herë Shkupin e kemi pas. Derisa policia sërbe aty na kestrajtonte, ka pas rast kur një policë mu patlut a bën vetëm të shoh se baba im e adhuron, e simpatizon Rrugovën, a ishte sërb. Thash, po, apo do fotografi me të bo me to. Ta jo fotografi zgudzoj se më shohin tjertë, po vës të shoh edhe një vizitkartë më madhon. Thash, a ke kry shkollë për policë? Tha, po, se në vendin dhe time kom pas një shkollë policisë. Thash, a ke qenë vushtri, a ke kry? Tho, jo, mëre, thash, pas ke qenë me kurse. Thash, thot, ka batuta për policë, po personalitetet e mëdhanë nuk më bajnë vizitkarta. Kështu që ja lypë Rrugovës, tjetër herë mos ja kërko dhe ndo një personaliteti. Sepse vetë figura aty në është vizitkarta. Tha, si me bind babën që e kam pa. Thash, po që përshkruje, thash, ose po ta dhoni fotografi, edhe qysh fotografi tek, thash, ajtë kur të kthejnë, jo, tha, vesh kur të qëlloj ndo i heru në map. Dhe pastaj kam gjetë, ja kom dhoni fotografi ati. Do më dhoni edhe kjo një rast fjalla vjen. Pastaj ka pas raste kur, një rast e kam pas në aeroportin e Zyrihit, ka qenë një sërb, duke marrë cigare në Prishov, a ju drejtu Rrugovës, edhe i tha, qëfar cigare pen Rrugova, zoti Rrugova edhe thiri edhe unë e pekëshyra i Rrugovas foli heq, edhe i thash, largohës, s'ti intereson ty kjo pun, a i prap për do me prek këtë në shpind, që mi thonë, aty aje ka përjetu një ngjarje të vështirë, ka bërtit policia, ka ardhur policia, ato e kanë arrestuar, musëm kanë arrestuar, dhe është i rëndësishëm reagimi Rrugovës. Sa i tanë kohën, fjallë t'i ka pas veç, Avash Adnan, nga dalë, aty s'ka folë heq, edhe kam pa që ka do të thëtë kur diçka heq. Dhe momenti i tretë që kësha nda me juve dhe që e ka pak një ekskluzivitet është momenti kur nga ka hy policia dhe ushtria në shtëpi, në kohën e bombardime, Rrugova është mbajt për mbi një muj në arrest shtëpjak dhe kam qenë edhe unë aty, si peng mars. Është interesant që unë kam qenë shumë i ashpër me ta në komunikim, kurse ai ju dhuron të cigare. Edhe tha, po ja bën ushtare të urnon ndeze, tha, jo, se pi. Dhe i themën e kështu e shof Rrugovën edhe a i veç e uli kokën kur erë një policë pastaj tha Rrugova tha nuk është politika gjithëherë ambël. Dhe kjo sjellja e tij dhe mënyra që është një njeriu në situatë tillë pi ofron cigare ka qenë e tmerrshme. Dhe në atë moment një ushtar tjetër e ka hapë një kanaçe të Coca-Colës. Dhe ajo ke parasysh çfarë zhurme lëshon? Lëshon një farë zhurme sikur të raportimit të armës. Dhe te uta vajza e Rrugovës, vajza që ka të vetme, tani është një zoe madhe, ka qenë ish deputete, po më duket që e kam para veti u friksue. U trem nga kjo kërcim, dhe kjo ka qenë një rast dhe këto kreti kam parasitur në librat e mia. Këto kanë qenë disa për i rasteve, dhe më thonë që i kam nda me Rrugovë. Në qofë se këtheni pas në kohë duke marrë parasysh gjithat protektivitetin tuaj, atë vëmendjen që keni pasur, a do ndryshoni diçka? Po në përrethana që kemë vepru, unë mendoj që kemë bo më të mirën. Fundit gjërat matën me rezultate edhe me çka len. Do më thonë, nëse Ibrahim Rrugovës nuk i ka ndodhë në dy aspekte e keqa, një në planin fizik, për çka unë kam qenë përgjec, por edhe në atë politik, sepse njerëz e parë
njeriu i parë që e ke afër fizikisht, sepse Ibrahim Rugova më afërsi ka pas me mu, se edhe bashkëshortja e ati Zoja Fan, thoj ke çdo herë Adnani është ma i afërt edhe ma e njeh se unë, se për 10 vite ai pe ka afër, sidomos edhe në udhëtime jashtë, ku ta di unë. Domethënë, dhe nëse Ibrahim Rugovës nuk i ka ndodhur, edhe në planin, le të themi, të një komprimitimit që mund me ndodhur, sepse din me ndodhë dhe këso defekte, këta di unë, dhe që s'kam lënë të infiltrohet asë një njeri, ja, një veprim që kish me i bot dam figurës tina dhe trupit ti, atër unë mendoj se kjo është treguesi që i bie që nuk ka pas nevojë asgjë me qenë ndryshe. Unë mendoj që i kemë botë të duhur. Më të mirën. Përpara se ndalemi tek libra, do doja që edhe atë pyetjen e fillimit, shallin, simbolikën e Rugovës, do doja që ta ndash me teleshikuesit tanë. Tani shalli e ka një zanafill në përgjithësi. Fillimisht duhet të jemi shumë i sinqert me publikun e juaj. Ibrahim Rugova ka qenë njeri në jug të Shqipërisë, thojnë që ka mërdhif. Te ne thojmë që ka nirth. U konë njeri që se ka dosht të ftoftit. Kjo është një. E dyta, kjo vjen nga Rugova. Dhe Rugova e ka rekvizit, e ka shallin, po shallin në kokë. Në kokë dhe në trup ke parasysh ato. Dhe ato e kanë domethënien e vetë. Ajo ka shumë arsye dhe ka shumë përshkrime. Ajo është edhe një farë, si që themi ne, qefini. Që nëse bie dhe në një front atë luftës, e ka me veti qefini. Fjala vjen. Dhe duke qenë edhe i Rugovës, dhe e treta duke studiuar në Paris, ku Parisi o qendra e modës dhe shallëve, shallin e ka pas prej këtyne 3 komponenteve. Pak pse ka mërdhif, e dyta nga Rugova, e treta nga Parisi. Bile me një rast ka thonë e kam gjysën nga Rugova, gjysën nga Parisi. Nuk ka pas, se njerëz kanë ndërtu bastaj gojdana për te, mos ka ndoj gjanë, në shej, në trup, jo, Rugova ka qenë si kristal në trup, se di në plotni Rugovën, por ka qenë kjo dhe dikur ju bo imazh, se me thonë. Pastaj fillun njerëzit se publiku tani mirët me këtë punë, thonin që është në pushtim dhe okupim, dhe në ditën kur ai do të qlirohet dhe Kosova, ai do të ajek shallin. Okej, si simbolika e ka bo këtë veprim, por 2 muaj, dikon në muaj në gusht, korrik dhe gusht, verës nuk e kam bajt. Po kur shihet Rugova ose në fotografi ose në një video material ku nuk ka shall, do këtë shumë i veçantë. Edhe ka qenë sweet face, kështu facë e ambër. Edhe pse kodja e largët për njeriu, në sensin që e ka pas syzat e flokët dhe shpesher kisha të lashëm e te për flokë, se ka njetë dhe isha mja krej pak, edhe se dhe mos ku shkoj këndo një intervjist jashtë. Edhe u mundoj isha thëjke, le thëjke se shqiptarë duhet me pas kryetarin e Gaxharelt. O, zërë, isha të qatë shprej. Atëherë, të ndalemi pak edhe tek librat që i kemi këtu para nesh, për qënë më e qartë, Një hap me Rugovën, Kështjella e mosmarrveshjes, Pengu dhe Të premtet. Çfarë mund na thuash lidhje me këto libra, në cilën periudhë kohore janë shkruar, sa kohë kanë marrë dhe çfarë përmbajnë? Këto e kanë një zanafill të veçantë. Unë kam qenë në punën që e fola deri tash, po e kam pas edhe një farë misionit të një kronisti. Unë dokumentaritetin e kam si pasion. Pastaj për njohuri edhe ty në kamermanave që po na xhirojnë, kamerën e kam si hobi. Domethënë çdo herë kam pas kamerë edhe teknologjive tjera prej supertetshit e tjera. Dhe unë në fillim kam xhiruar bile shihet në këto fotografi, në disa këtu edhe në të librave që duke xhiruar. Dhe pastaj xhirimin e kam marrë dikush tjetër, por unë kam rru një arkiv dhe sot kam arkivin më të pasun në Kosovë, mund të them për qatë dekadë. Dhe i kam rujt të gjitha me 1000 orë material, video material, i kam digitalizuar e kështu me radhë. Dhe në ndërkohë, pasi që ndroj jetë Rugova, në vitin 2006, unë dikon vitin 2010 kam filluar me shkrimin e librave. Dhe në librin e parë në Hap me Rugovën, ku përfshi zanafillën, kyçen, lëvizjet e shqiptarëve në Kosovë, por edhe në Shqipëri, pse jo disa përshkrime edhe për Maqedoni dhe shqiptarët e Maqedonisë, e përfshi në librin e parë, që është prej vitit 89 deri në
në ditën e nisjes për konferencën e Rambujes, ku e kam titulluar këtë libër tani të dytë, Kështjella e Nklapa mos është marrëveshjes. Pse mos? Sepse megjithatë një marrëveshje nuk u vose pala serbe nuk e nënshkroi. Dhe këtu janë të gjitha dhe është një libër që është cilësuar mjaft nga kritika dhe publiku është mirëprit. Pas kësaj vijnë bombardimet e NATO-s dhe unë kam qenë njeri, si që thash në fillim, që kam ndajt me Rugovën dhe këtu i përfshi krejt në ndodhit fjalë për fjalë, sekond për sekond. Dikun 10 ditë e para nuk kam mujt t'i afrohem letrës dhe lapsit. Ditën e 11 kam reproduku pastaj ngjarjet dhe kom arrit që në mramje me shkru për ditën, është në formë ditare. Dhe kompleti i fundit janë të premtet, ku prej vitit 90, fillim vitit 90 dhe 99 krejt konferencat për shtyp të Ibrahim Rugovës i kam zbardh, me pyetjet e gazetarëve, me ekspozitet i dhe aty shihet ky komplet ka, si me thonën, diskursin e komunikimit publik të Ibrahim Rugovës me vendorë ndërkombëtar, institucione dhe unë mendoj se kjo është një farë literaturë për gjithë ata që miren me media dhe komunikim, sepse shihet edhe diskursi, edhe komunikimi, edhe ekspozimi, po edhe pyetjet e gazetarëve të mbi 240 konferencave për shtyp me 1500 pyetje dhe 1400 fotografi kolor autentike. Dhe unë mendoj se me këte në një farë mënyrë e kam përmbyll qatë aktivitet kësaj dekade, por jam tani edhe në përpullim edhe të hartim të 2 librave tjera që janë në vazhdim, duke u përfunduar. 2 librat, Kështjella mos marrëveshjes dhe Pengu, që momentalisht këtu nuk kam gjuhën shqipe, Pengu është Hastich, që janë të përkthyera në gjuhën angleze dhe janë të mirëpritur në mjaft. Pse pikërisht të premtet? Të premtet sepse duke u përfshi konferencat për shtyp, këto kanë qenë të organizuara në ora 10 çdo të premte, kur ka qenë Rugova në Kosovë. Kur s'ka qenë Rugova, konferencën për shtyp në kuadër të LDK se kanë mbajt kryesisht Fehmi Agani, Gjemal Mustafa e kështu me radhë. Dhe e premtja ka qenë një ditë që krejt opinioni publik, vendor dhe ndërkombëtar ka prit çka po thot Rugova në këtë fundjavë. Dhe kjo ka qenë, si me thonën, simbolike kjo ditë e premtë. Në ora 10 është mbajt konferenca, në ora 11 ka pas me deg të LDK-s takim, pas orës 12 në ora 1 kuadër që qendrës për informim të Kosovës, një qendër që e ka kry punën e vetë, me mbi 5.000 njerëz në teren, edhe në kuadër të saj Këshilli për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, e kanë mbulu krejt Kosovën, që unë shpesh herë them në një fshat atje në zonë të hedhur një shuplak në pasdon një polic, për 2 orë ka marrë vesh Këshilli Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ka qenë blerona një sistem i informimit i papërshkruar me mungesë të rrjeteve sociale, telefonave. Fjala vjen ti në Shqipëni s'ke mujt me dërgu se s'ka ekzistu komunikim. Ne kem dërgu në Bruxelles, Bruxelli ka qenë në Shqipëri. I kem dërgu në Amerikë e përmes Bruxellit kështu me radhë. Dhe krejt kjo më së miri është bë dhe është realizuar të premteve në ora 10. Kjo është arsyeja pse të premtet. Cili nga librat është më i preferuar i Adnan Merovcit dhe cili mendoni se do të ketë më tepër interes tek lexuesi? Që tash libri i parë në hap me Rugovën ka kurreshti, ka zanafilla, ka momente për Rugovën, për shkruhet Rugova. Libri i dytë është shkencor më shumë, konferenca e Rambujes çka ka ndodhur. Unë nuk do këtu vlerësime politike, do atë çka ka ndodhur. Duke qenë edhe sekretar teknik i delegacionit shqiptar. Domethënë kam pas qasje edhe në delegacionin sërb dhe në ato institucionet franceze të konferencës ku kam marrë të dhana. Libri i tretë është dramë, se ka ndodhur një dramë shtëpinë e Rugovës dhe është më dramatike. Dhe kompleti i fundit është pak a shumë, edhe kjo e cilësoj si shkencore, sepse ka, domethënë, dimension didaktik, edukativ për gjeneratat e reja, qysh një politik dhe një gjendje në 3 komponente. Fillimisht Rugova të premteve ka përshëndet çdo aktivitet në lidhje me Rugovën, institucion dhe individ. E dyta ka qenë, e ka përshkrue, e ka adresue dhe e ka shpall dhe tregue dhunën sërbe mbi popullat, duke ja përmendur secilit njeri emnin e mbi emnin që i hyri policia bëri këtë dhe vazhdimisht ka qenë, dhe e treta ka qenë diskursi i tij ose
refreni i tij për projektin politik, një Kosovë e pavarur dhe neutrale, hapur ndaj Shqipërisë dhe Serbisë me të gjitha garancat ndërkombëtare për serbët lokal, me një protektorat ndërkombëtar dhe me siguri nga NATO-ja do të ishte zgjidhja më e mirë për Kosovën. Ka qenë refreni i tij prej fillim viteve 90 deri në qendrim të Kosovës. Dhe për këtë arsye këtu i konsideroj pak a shumë të karakterit më shkencor. Tani cili është libri, më tregu drejt tani, po e more librin pengu me e pak ke dramat ndryshme, këtu sheh situatat ndryshme. Konferenca Rambujes e sheh si ndodh në një konferencë kur para kësaj konference kanë qenë konferenca e Londrës, që është mbajt në 1913, ku shqiptarët 5 delegacione kanë qenë s'kan folë në zveti. Kurse kjo paraqet do me thonë një unitet dhe një punë të jashtëzakonshme delegacionesh. Në hap me rrugohen është një libër që përshkruan në hapa dhe 700 faqe me 100 faqe fotografi autentike, 100 faqe dokumente. Këtu shihet fjala e Rugova që ka komuniku me çfarë llogoje, si e ka pas memorandumin me Papën, me Clintonin, me Shirakun, me institucionet ndryshme. Tani unë si autor nuk kisha me nda, nuk kam kriter për t'i veçuar. A keni pasur dilema rreth botimit të ndonjë rrëfimi për shkak të ndjeshmërisë apo situatës së caktuar? Po, tani ka merë kjo pyetje, kështu se më zure ngusht se është e vërtet. Edhe pse në backstage, si që thojnë, nuk folëm shumë gjatë për këto, po do t'jemi sinqert, po ka gjëra që nuk i kam përfshi dhe nuk se pak a shumë prekun në një farë mënyre, nuk është aspekti dignitetit ose personalitetit, po si figurë. Gjërat që nuk i kam përshkru shumë detaje janë gjërat në librin Pengu, ku aty ka ndodhur një katrahure madhe dhe definitivisht kanë qenë 20 njerëz familjar të Rrugovës, unë i vetmi kam qenë, fillimisht me nusën time dhe fëmijët e mi. Dhe këtu u lo me kuptu gjërat, por nuk i them në mënyrë decisive. Ndoshta në botimin tjetër do ndryshoni mandje. Çfarë duhet të dinë të rinjt sot për figurën e presidentit tashmë të ndjer Ibrahim Rugova? Unë mendoj se figura e Rugovës mund të trajtohet në disa dimensione. Ajo që kryesisht ka të bëjë me të ri është fuqia në një besim të një shpresë duke punuar. Dhe këtë më së miri kisha ilustruar me një pyetje që është bërë Rugovës me një rast të një gazetarit huaj. Një gazetar temperament dhe kogja agresiv, qohet në kam, merr fjalën dhe thot, Ibrahim Rugova, thot, krejt Kosova është gjithandej rrethuar me tankse, polici dhe ushtri në çdo lagje dhe në çdo qytet. Ti kërkon hiç më pak se pavarësinë e Kosovës. A je i vetëdijshëm që je ka e merr në qafë këtë popullat me një kërkesë të tillë në një gjendje lufte? Ç'është kjo punë me ty? Rugova vetëm e ka bështru kështu. Nuk ka pasur përgjigje? Edhe jo ka pasur përgjigje. Ka fillu me vocesh, se e ka pas, dhe më thonë, stelti, dhe thot, ne jemi këtu dhe po punojmë. Lerona, kjo është një fjalë që më ka hyrë në kokë, edhe sot, kur ai nuk jeton më, më sillet në për kokë. Rugova ka thonë, unë jam doktor i fjalëve, që i bie saj, thoj ke unë veç me fol di, arma jam është fjala e argumentume. Ne jemi këtu dhe po punojmë, i bie që ajo shpresë që thash, që në idenë e Rugovës u bazu çdo herë në punë. Rugova ka thonë, ne jemi këtu dhe po punojmë dhe nuk do ndamë. Dhe unë mendoj që trit nga idetë e Rugovës, me kërkesa bile-bilaj që është në pavarësi se ka thonë që është një kompromis, sepse ne duhet të bashkohemi kombëtarisht. Dhe duke marrë parasysh se i patron një minister jashtëm dhe një mik i tij që ka përkrah shumë Alois Mock, austriak, në vitet 90-ta, thot, Ibrahim Rugova e le krimin, se shkrimi o krim, po kalon në politikë. Politika është veprim. Mos harro që duhesh me i përsërit gjanat pa u lodhur një. Përndryshe, thot, sa i përket shqiptarëve në Ballkan, po të bashkohen të gjitha viset shqiptare në një shtet, do të fitonin një shtet në botë me mas pak të pakica kombëtare.
që i bie se ti të drejtën e ke, edhe është në anën tënde, është kërkesë legjitime, por duhet ti përshtatësh koherencës dhe trendeve, standardeve dhe ndërkombëtare dhe Rugova e ka pas pavarësinë e Kosovës si kompromis. Dhe këte ka realizu në kohën ne kur po flasëm dhe për tritë që ti po ju referohesh, këtë andër të Rugovës që shpesh herë njerëzit e kanë cilësua edhe si një njeri utopik. Fjala vjen, kur ky ka thonë për herë të parë Rruga, Prizren Lezhë, në vitin 1993, të ndërtohet dhe do t'i formojmë ekipet, 200 njerëz në rrugë, krejt populata ishte jashtë pune, ky fliste për autostradën Prizren Lezhë që unte. Dhe pastaj gazetarët, disa prej tyre fillun me qesh. Ky vërejti dhe kur u kry konferenca më tha Adnan, apo thojnë u tranu kryetari. Që i bie se idetë e ti kanë qenë utopike, por ai ka pas të bazuar se ka qenë, Lerona Ibrahim Rugova ka qenë shumë njeri mençëm. Plest thojnë, kur të prini mençëm i në rregull. Unë tani kam qenë me te, musëm ta kom, po unë nuk kam me të ndërtuar për Rugovën, e kam personalitetin tim. Kam pas situatët caktuar edhe unë kriza dhe mendimet mia. Por definitivisht po del që Ibrahim Rugova ka qenë njeri shumë i mençëm. Dhe ai është njeriu që mu më ka bo që unë t'i shkruaj këto libra. Sepse, thonte, ti kishim pas do letra në histori, punë të ndryshë kishim pas. Pra neve na kanë mungu dokumentat, mu vje keq. Libri pengu është unik, s'ka askush në rruzull të kësor këtë ngjarje që e përshkruan tjetër. Libri Kështjella mos marrëveshjes është libër unik dhe i vlerësuar shumë edhe për i të hujve. Po ashtu të premte dhe tani unë nuk du, unë e reklam po bëj, po kjo për te reklame që ka jem duke thonë. Sepse këtu nxizet edhe shihet ideja e Ibrahim Rugovës. Një njeri me politikë patësore, pa ushtri, pa polici, pa media, pa pare, pa vetura, pa shkolla në godina shtetërore, publike, pa shëndetësit mirëfillt, me një solidaritet maksimal në përgjithësi dhe me një popull unik, nuk ka mujt askush në rruzull të kësor të realizoj një gjatë tillë dhe sot ne jemi të pavarur. Ideali apo rruga rugoviane, sa mund të themi se gjen pak hapësirë apo elemente në politikën e sotme? Tani, Rugova ka mbaru punën e vetë. Unë mendoj se shpesh thojnë njerëzit, ai tani mos jeton, a mungon, ku ta di unë. Unë mendoj se ai ka kryer punën e vetë si njeri. Tani, në idetë e tij dhe në qasjet e tij, në situata të caktuara, është mirë njerëzit që e kanë njoftë sidomos, ose ata që e njohin nëpërmes këtyre librave dhe librave tjera që shkruhen për te, ku ta di unë, me kuptu qasjen dhe idenë. Shpeshherë unë vetë si një njeri që kam pas sy dhe vesh, po jo gojë, në kohën sa kam qenë me të gojën e kam hapë pas ndërmjetës ti, unë shpesh herë sot, si kur njeriu për një babgjëshja babë që me ndonë, a thuën që të situatë, qysh kish me reague, dhe qysh kish me qenë mendimi i ti, unë shpesh herë në jetën time i referohem kësaj. Dhe kjo është pjadestale, dhe me thonë, që i bie se kë njeri kalon postulate, ti veç me marrë me e lexu, se problemi nuk është me dashur Rugovën, çështja është me njoftë. Ti arrite pak me ju afru figurës ti, po sa po kalo koha, sa i afrosh, ai veç të largohet. Dhe unë shpesh herë them, krejt në përgjithësi dy figura ne i kemi që komplementohet njëna me tjetrën. Mos të harrojmë, politika paqësore e Ibrahim Rugovës, mbas konferencës të Daytonit, ku nuk u përfshi Kosova, dhe një shpirt i konzervuar, luftarak i shqiptarëve, të organizuar dhe të motivuar, mbas epopesë të Prekazit, të kryer me kryekomandantin Adem Jashari, janë plebiscitare, do të thonë janë monumentale këto dy figura që komplementojnë njëna tjetrën. Do të thonë një politik e ardhur që ka pru deri te lufta dhe ka bo luftën me u njoft, sepse të ndeste lufta në fillim viteve 90, aty ke pas problem me legitimitet më të njoft kush jeni ju, cilat janë kërkesat e juaja, bojnë që të dy këto figura dhe këto dy komponente, si që themi një politika paqësore aktive dhe lufta armatosur i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, do me thonë janë produkt më përgjithësi edhe e angazhimit të Ibrahim Rugovës dhe e përfundume me
ndihmën dhe aleancën ndërkombëtare të 19 demokracive në botë, si quhet NATO. NATO, po. Edhe një pyetje të fundit dhe për ta përmbyllur këtë intervistë pastaj, çfarë ndikimi mendoni se ka pasur Ibrahim Rugova tek shqiptarët e Maqedonisë konkretisht, tek liderët e partive politike dhe tek pushtetarët? Duke marrë parasysh se Rugova lëvizjet fizike i ka bërë nëpërmes Shkupit. I bie që ka pas kogja shpesh kontakte. Mu më kujtohet në vitin 92 kur ke marrë është mbajt një konferencë ose kongres i Partisë për Prosperitet Demokratik të udhëhequr nga zotin Nevzat Halili, një njeri mrekullueshëm dhe një politikan i kohës dhe një veprimtar, një patriot i devotshëm që i uroj edhe shëndet dhe e kam edhe mik të mirë. Dhe pastaj me të gjithë, do me thonë që tani emrat të gjithë s'mund dhe me imbajt menda, Abdurrahman Aliti ka qenë, pastaj edhe disa shumë tjerë, ty marë parasysh pastaj edhe Arbër Gjaferin të inkorporuar pastaj më vonë edhe të Menduthaqit në përgjithësi. Ibrahim Rugova institucionalisht ka qenë kryetar i Këshillit Koordinues të partive politike shqiptare në ish Jugosllavi. Ka qenë edhe një këshill koordinues i partive politike shqiptare në Kosovë, dhe në këto dy institucione Ibrahim Rugova ka qenë kryetar, që i bie se për çështjet madhore janë marrë vesh krejt shqiptar, të më thonë, dhe ky këshill koordinues i partive politike shqiptare në ish Jugosllavi kanë qenë gjitha partitë shqiptare në Maqedoni, në Lugin të Preshevës dhe në Maltezi. Dhe duke qenë kryetar i kësaj Rugova, ku mbledhjet kryesisht janë mbajtur në Prishtinë, gjërat kapitale me interes kombëtar kanë qenë të definuara dhe ka qenë një projekt me 3 pika. Pika e parë ka qenë nëse mbetet Jugoslavia siç mbetet, Kosova Republikë, dhe shqiptarët shtet formues në pjesë tjera, sidomos në Maqedoni. Nëse prekën kufit e brendshëm, atëherë të gjitha territoret shqiptare në Jugosllavi në një republikë, po në kodër të një federate, a konfederate, dhe nëse prekën kufit e jashtëm, atëherë Kosova e pavarur dhe e integruar me gjitha territoret tjera dhe bashkim në Shqipërinë. Ky është, do me thonën, projekti kombëtar ku janë përfshi edhe partitë politike shqiptare të Maqedonisë. Dhe kjo ka qenë platformë tyne. Tani, çështja e takimet dhe ndikimet, Rugova ka pas një qasje pak më të veçantë. Shpeshherë është kritikuar, sepse ndaj partive shqiptare në Shqipëri është kërkuar nga ai që ndonjëherë të ndërhyjë, të jap këshilla, pse jo ndonjëherë edhe të urdhëroj, sepse duke qenë një lider i këtij këshillit që ka të drejtë, ai thonte jo. Ata shqiptarë që janë atje dhe liderët e tyre e dinë më së miri, dhe ajo popullat e meriton një politikë të udhëhequr prej atyre. Dhe nuk duhet ketë ndërhyrje. Dhe për këtë, le të themi, në thojza pasivitet të një dimensioni paternalist Rugovës për shqiptarët në Jugosllavi, mendoj që ka qenë pozitiv. Sa i përket marrëdhënieve me lider, ai ka pas marrëdhënie të shkëlqyeshme, siç thash, me Nevzat Halilin, fillimisht se ka qenë ndër njerëzit e parë, pastaj me Arbër Gjaferin ka pas jashtëzakonisht raporte dhe komunikime, duke marrë parasysh se Arbër Gjaferi vjen edhe nga, si me thonë, qarqet e nalta intelektuale, duke edhe vepruar në një kohë edhe në Kosovë, e kanë njohur dhe kanë bashkëpunu bashkë, por Rugova ka pas një farë komunikime dhe lidhje edhe me shtetin e Maqedonisë dhe ka pas relata dhe komunikime me Kiro Gligorovin, presidentin e asoj kohe, ku bile e shkoqes një rast, thot Gligorovi, thot Rugovës, kam folë me Miloševićin dhe i kam thonë që takoj e Rugovën se mëson për ti se është i menqëm. 6 muaj thasë më ka folë Miloševići për qitë fjallë. Që i bie se në përgjithësi, unë mendoj që roli i qasjes Ibrahim Rugovës në marrëdhënie dhe në bashkëveprim, por gjithherë duke u nënkuptu dhe duke mos ndërhy në mënyrën, le të themi kështu, autoritative, ka prue deri këtu ku jemi dhe shqiptarët edhe në Maqedoni janë faktorizu, pastaj lufta, një luftë e pastër që u zhvillu, pastaj marrëveshja e Ohrit dhe sot jetësimi, edhe pse ka ende për të dëshiruar, por unë mendoj se frytet do të vjelen në një të ardhme të shpejtë.
Zoti Merovci, unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne, që ndave gjithë këto informacione në lidhje me presidentin Rugova, në lidhje me librat që ju keni botuar. Ka qenë një bisedë mjaft e këndshme dhe pse jo të presim edhe herave tjera. Falenderit shumë Lirona, ty personalisht që ke qenë në iniciatore për këtë bashkëbisedim. Falenderoj krejt këtu prej pronarit e krejt ekipin dhe popullin e mrekullueshëm të Tetovës, që unë e dua me shumë motiv dhe me shumë nostalgji, sepse e dim se Tetova është një vatër dhe qerdhe e patriotizmit dhe njerëzve të arritur në Shqiptari. Kështu që falenderoj përsëri. Faleminderit.